Të nderuar shikues të Shkoda Sport, mirëmbrëma, takohemi në emisionin numër 66 podcastit ton. Jemi sot me njërin prej trajnerëve më të njohur dhe me më trofe në futbollin shqiptar, pikërisht me trajnerin e vllaznisë së femrave zotin Nikol Leka. Leka, mirëmbrëma. Mirëmbrëma Gjorgje. Faleminderit për ftesën. Kur themi trajneri me më shumë trofe, besoj që në një farë mënyrë është shpërblimi i gjithë punës bërë në vite. Pa diskutim, është shpërblimi i punës, është një satisfaksion i jashtëzakonshëm, sepse gjithë të trofe të fituara kanë mundin ndjerësen për kushtimin i jashtëzakonshëm gjithë faktorëve, jo vetëm i imi, por me qenë ato që fol për mua, por për kushtimin i jashtëzakonshëm në gjithë të vite dhe normalisht shpërblesh me gjithë të trofe është një kënaqësi e jashtëzakonshme. Megjithatë të jesh edhe pjesë një ekipi, ka të titulluar siç është vllaznia e femrave, besoj që ka qenë një privilegj për ju. Po diskutim që privilegj, biles se thonë të drejtën në momentin kur më zhbua ftesa ma të ekipi i femrave, e prita isha pak skeptik, sepse duke u mësu me punu me djem, e kisha pak si me siklet, por me dolje kundërta, falë për kushtimit të presidentit Matia, që më bani edhe më të letë punën, sepse është një president shumë i përkushtum, dhe fillimi ishte i vështirë, normalisht, pastaj gradualisht njerëja mërdorën, punon, kam kalu shumë vajza në përdur, si shqiptare, si vajzat shqiptare të Kosovës, por edhe të huja shumë, dhe janë u bane 10 vite, vitin 11 që jam këtu të femrat. Leka, ju emrin e bët si trajner, po kuptoj që lidhjen me futbollin i keni shumë herët. Pa diskutim, Gjergj. Lidhja me futbollin ka filluar që në shkollë të vjeçare. Biles në klasën e 5 fillore, kena pasë trajner Selamidanin, dhe aty e kam fillu deri te ekipi trive. Normalisht në vitin 85 të qash të vllaznia, të futesh të vllaznia ishte diçka jashtëzakonshme, ishte diçka shumë e vështirë, sepse aty kishte lojtarë të jashtëzakonshëm, siç ka qenë Hysen Zmijani, Bardhiera, Serdedja, Isak Pashaj, po flas për raportin e mbrojtjes paktën ku aty ku kam luajtur ne. Dhe ishte një diçka shumë e vështirë. Dhe nuk mulla mundësia të fuqa në dhe ekipit, ishte e pa mujtën. Dhe në ka taku me nejt diçka një 6 muaj pushim, u formu ekipi i Kuplikut, me trajner të ndjerin Sababizi. Aty kam fillu, Allah aty kam gjetë lojtarë shumë të mirë mran, John Kolen, Ben Çakun, Aziz Gruden, të njerin Aziz Gruda, Bujar Gruden, e shumë sportistë tjerë. Dhe aty kam luajtur për 6 muaj. Pastaj kam shku ushtar, me morën ushtar, shkohen e Kuks. Edhe aty fillu me stevitje me ekipin e Kuksit, në kohë Kuksi ishe në kategorinë e 3. Aty ka qenë trajner Resul Ametaj, një trajner nga Tirana. Dhe aty pastaj kam pas disa lojtarë dëgjum, do me thënë për kohën, ka qenë një nga lojtari Partizanit i parë, Andrea Nikola, kam pas nga Shkodra Astrid Mojen, vllane Ben Mojs, dhe aty kam luajt për 6 muaj, pas u dëmtova dhe jam shkuar nga futbolli, i luajtur. Duket që nuk patët atë karrierën që dëshironi si futbollist. Pa diskutim, nuk e dëshirosha. Jo të gjithë absolutisht. Futbollin fëmijë fillojnë shumë me moshat, me gjithë se nuk është si në kohën e sot me të lush me moshat, se sot me moshat losin shumë, atje kanë qenë të përgjellë se nga komplet rreth i Shkodrës, jo vetëm si qytet, por edhe fshatra, kanë qenë të ekipi trive vetëm 22 vet, 25 vet, ose të 17 vjeçartë 25 vet, që unë të 17 vjeçartë e vllaznisë, po thush nuk kam luajtur as pak, kam luajtur vetëm diku 3 muaj, që kam kaluar direkt te ekipi i parë, te ekipi 19, dhe pranë kam qenë datlinje 67 dhe kam luajtur me datlinje 63-64. Pra, me 3-4 vjetë më të mëjse vetë. Sa të filluat me Selamidanin trajnerin e parë, me pas? Atëhere kam pas të 17 vjeçartë, ku kam nejtë me 3-4 muaj kam pas Leko Qovashin, pas e kam kalu të ekipi trive,
ku për 3 vjet kam pas Ismet Hoxhen, pastaj vitin e fundit prap Selamidanin. Të gjithë emrat të nderuar. Pa diskutim që i përshëndes për punën, për përkushtimin dhe për gjithë shka që na kanë dhënë. Megjithëse kushte vështira, sepse kushtet servitore sot ndoshta ankohemi, por siç ka qenë në ato vite ka pas shumë për vend për diskutim. Pa diskutim, fushat jashtëzakonisht të këqija. Mund të thojmë si ti stitet e sotme mund të kemi kushte të këqija, sidomos për fusha, por atëherë kanë qenë gjithçka, atje s'kena pas puc. Flasim realitetin. Ishin puc me të taket, me filet të Durrësit që u shkut të takja, më ka pas qellu bile në një neshin të fusha Reshit Rusi, që nuk ka që ka kënë fusha, sot ka kënë atëherë, ishte me barë natural, ka kënë një pjesë që u mushe gjithmonë me ujë, më kishin një 4 taket e këpuc kam zjatë, dhe lusha ashtu rshit të kama se që më shqeqen kam e djatë rshit të kama. Pra ka kënë kushte jashtëzakonisht e vështira. Por ka kënë aja... Topi që bënde 10 kilogram kur bite në uj u bate ku me detë mas me mujtë mira, ose kanë kënë topat e fillimit që kena pas fillu me lutë, kanë kënë ata topat që janë lillë me atë pjesën, me atë lillësen aty që kur i bishe topit me kry, me të shenj, pra kanë kënë kushte jashtëzakonisht vështira. Por ka kënë atje ka pas bukurin e vetë, ka pas knatësinë e vetë, sepse rinia... Mbicilla pasioni për sportin në ato vite ka qenë jashtëzakonshëm. Pa diskutim që ka qenë jashtëzakonshëm. Thash, kanë kënë, sepse kena kënë si të përzgjellën. Thash, gjithë rrati Shkodrës ka pas 25 lojtarë të ekipi 19 ose 25 lojtarë të ekipi U17. Dhe ishte një diçka jashtëzakonshme, nuk duk të veti që ndoshta të lush sot me ekipin e parë nuk ka kënë e knasi që ka kënë kur kena lujtë në të 19-ta. Ka pas ndonjë lojtar nga ai brez lojtarë që pastaj ka lujtë tek ekipi të rriturve? Asi të mëllojën e përmendit? Pas të mëllojën ka lujtë pak, kam pas Ridvan Heben, kam pas Lulzim Bershenin, me gjithë se ardhi nga... Me Lulzim Bershenin kena fillu së vitin fillimisht, në klasën e 5 kena fillu me Lulzim Bershenin, me Ridvan Heben, me Aslit Mojen, ka kënë një farë Fatos Halili, ka lujtë portjerë, pra kanë kënë tanë këtë brez, por që i kalun të ekipi parë, sepse atëherë ka pas një diçka për mu, ka kënë diçka pozitive, që i pa të ba federatën atë kohë, që 2 lujtarë do të fuqin, në 18 vjeç të fuqin me lujtë të ekipi parë. Një informacion? Një informacion dhe ai 18 vjeçari do të zëvendësote me këtë 18 vjeçarin tjetër. Ose mund të lushen të 2, por ishe kush që njeni të lutë aty. Dhe në atë periull ka pas lutë për shembull Vitor Xhani, megjithëse ishe i vjetë me Mosena, ka lutë 1 vjet Vitor Xhani, ka kënë Ed Bilali, ka kënë 2 vëllezër, Eduard Bilali dhe Edmir Bilali. Dhe Edi, pra ky malli, ka lutë Ridvan Hebaj, ka lutë Fezi Shkenca, nga Shiroka, dhe ka pas diçka të bukur. Pra nga i brez lojtar që ishim na te U19-ta, thash ka lujt Zamir Shfuza, i njeri Zamir Shfuza, që kanë fillu futbolin me te, e ka lujt që shkojt e ekipi parë, pas e shkojt e Partizani, e me rrallë, pra ka pas disa futbolista. Por ka kënë një diçka sepse ishte një brez futbolistash që mujtin mu fut, përveç Ridvanit, ose që u fut në si 18 vjeçor, ose Ed Bilali, ishte një brez futbolist që mujtin mu fut e Vllaznia në momentin në 87-ën që Vllaznia e shkatrune. Dhe u morën si paket nga ekipi trive, shkun të ekipi parë. Pra, në futbol, përveç punës, përveç talentit, do në dhe fatin e vetë, do t'jesh në kohën e duhur. Përmendet edhe Vleçikun dhe Sababizin. Keni pas fatin të punoni me këtë emër të madh, futbolli shkodranda shqiptar, ndodhse për pak muaj, në rolin e trajnerit. Shumë pak kam punu me atë njerin Sababizi, nuk kam fjalë të flas për personin e tij, jo vetëm si trajner, por edhe si person i jashtëzakonshëm. E mbyllet shpejt futbollin e luajtur dhe me pas disa vite pushim për të rikthyer pas shumë vitesh. Pas shumë vitesh u riktheva në rolin e trajnerit, rreth viteve 2002, kam filluar për herë të parë te shoqata sportive Labat. Aty kam qëndruar shumë vite, duke punuar me moshat. Ishe knasi, dhe me thënë gjithmonë knasia që të jesh pranë futbollit, knasia që të trajnosh, të videsh sportistët e ri. Dhe unë kryesisht të them të drejtën nuk jam marrë krejt me moshët e vogla, unë jam marrë sepse në atë kohë kishim një lojtar shumë të mirë, edhe te Lebati,
edhe jam marrë gjithmonë me moshë me 15-16 vjeçat, 17 vjeçat, pra dhe me thënë, jo me këtë moshën në vogël krejt. Edhe e kam punu për shumë vite. Përmendet të shoqatën Labeat, të krijuar nga Kastriot Preka. Duket që secila shoqatë në Shkodër këto vitet e fundit ka lënë kontributin e saj në formimin e sportistëve. Pavarësisht vështirësive, pavarësisht shumë gjëra, por dëshira dhe pasioni edhe i këtyre shoqatave dhe drejtuesve të tyre është i jashtëzakonshëm. Po, diskutim që është i jashtëzakonshëm, bile them me bindje time gjithmonë që në opinionin tim që shoqatat përgatisin sportista shumë të mirë. Përgatisin sportista shumë të mirë dhe bile sot që unë stëvis ekipin e vazhdet e fushërë Shqipërusi, shoh shumë lojtarë që janë të Vllaznia që kanë dalë nga shoqatat, si nga Shkodra, si nga Labeati, si nga Atletico, shumë se nuk po i përmend dhe gjitha shoqatat, por kanë dalë lojtarë shumë të mirë të përgatitur në moshët e vogla që janë ofruar pastaj te Akademia e Vllaznis dhe mandej kanë shkëlqyer. Një ndër ta mund të them që është ekipi i Shkodrës që ka dhjesh futbollista shumë të mirë, të jashtëzakonshëm. Ndërkohë mbani mend ndonjë nga futbollistët që ka ecur nga ato që keni stërvitur tek Labeati? Mateo Zefi, një sportist që erdhi deri te ekipi i parë, pastaj u shkot nuk e di sepse, por dhe Eraldo Deden. Allah te kemi se megjithëse ishim një moshë pak më të vogël, por atë kam servit te Labeati, që erdhe deri te ekipi i parë. Si ishte kjo eksperiencë tek Labeati për Nikolin Leken? Aty mësuat shumë gjëra? Pa diskutim që mësova. Thëmë të drejtë ishte një eksperiencë e bukur, sepse pas disa viteve pushim, dhe me thënë, pushim që mos më marë, mos më se vitëm vetëm thjesht tifoz, thjesht të njëk Vllaznin, ishe një diçka shumë pozitive, diçka jashtëzakonshme, aty mora hapat e para si trajner, aty mësume, nuk ishte, pra kishim një diçka që nuk ishe nevojshme fort rezultati, nuk ishim pra të etur për rezultat, sa kishim atë kënaqësinë e punës të servisim sportista, dhe aty ishte diçka pozitive shumë, kam marrë shumë nga ajo shoqat, nga ata vite që kam qenë trajner te Labeati. Dhe pas largimit nga Labeati tek Akademia e Vllaznia. Atëherë jam afruar te Akademia e Vllaznia dhe këtë ka bëte mujton drejtori teknik i Vllaznis i atëhershëm profesor Mir Grima, ai më afroi te Vllaznia, bile direkt te U19 si zëvendëstar me Luan Zmianin. Dhe aty kena punu, aty thënë drejten nga kalosh nga Labeati te Vllaznia ishte një diçka shumë, më duk diçka jashtëzakonshme sepse të punosh me kushtet që punoshin shoqatat dhe të afrohesh fill te Vllaznia dhe te 19 vjeçart, ishte diçka jashtëzakonshme. Por aty me punë, me përkushtim, me atë dëshirën, duke pas në këra gjithmonë profesor Luanin, me formume në verë, në fazën përjetore, grumullu me disa lojtarë shumë cilësor, që ato lojtarë sot janë duke luajtur akoma, dhe lojtarë që janë një brez lojtarë që jashtëzakonshëm, siç është kena pas Gurishten, kena pas Pjeshken, kam pas Esin Haken, Alen Sherrin, Eral Qinarin, ka pas një Elis Kabuni, pra një grup lojtarësh shumë krymin, mos të harroj, sepse janë disa lojtarë, sepse Denis Dytsen, Ambros Kapaklin, pra një grup lojtarësh shumë të mirë, që me ato Becin, që lëtsot të lejra, me ato lojtarë dolë nga kampion. Dhe një kampion absolut, kena dalë diku të 15 pikë para vendit dytë. Edhe Arlind Kalaja, pra se njërë edhe si kujtan tanë për momentin, pra një brez jashtëzakonshëm, kena bëj punë të jashtëzakonshme ta, por një brez lojtarësh përveç se kishin cilësi dhe talent, ishin lojtarë të përkushtuar për me ecë sa më lart. Vllaznia U19 ishte një autoshkollë për Nikolin Leken? Autoshkollë. Edhe autoshkollë mund ta quajmë, por të thënë të drejtën mësova shumë. Pikërisht. Mësova jashtëzakonisht. Ku ndoshta nuk ka rregulla, absolutisht aty mësova, megjithëse unë kam një natyrë faktikisht edhe te Labeati, bile po ti përmendesh disa lojtarë sa që më takojnë prove thotë që kanë Jeger. Unë të them të drejtën, kudo që punoj kam dëshirë disiplinën.
Sepse pa disiplinë, pa punë nuk mund të arrish kërkon. Ndoshta nuk e ke talentin e dikujt tjetër, por ama me përkushtim, me disiplinë mund të arrish shumë gjëra, mund të arrish shumë larg. Dhe unë edhe te Lebati kam pas këtë pjesën e disiplinës, por aty e mësova dhe e përforcova edhe më tepër këtë pjesën e disiplinës, pjesën e punës, pjesën e rregullit në punë dhe thash la rezultatet e veta ai vet aty. Sa të ditët të rregull, por në fakt ditët e Luan Zbjanin, njëri që është shuar për rregullin disiplinën e ekipit. Absolutisht, për një të them që nga përveç se unë si person që kam dëshirë disiplinën dhe rregullin punë, kur shkova aty e përforcova edhe më tepër për profesor Luanit, që ishit për mendimin tim është një ndër trajnerët që vën rregull dhe disiplinë kudo që t'jenë. Dhe për mu është diçka shumë pozitive. Ka nga ato që mendojnë që një disiplinë e tillë nuk vlen tek moshët, por ka edhe shumë të tjerë që me brezin e sotëm thotë duhet disiplina. Shiko, për mendimin tim, gjithmonë, disiplina është njëshi në gjithë shka, jo vetëm të pjesa e sportit, po kudo, edhe në jetën e përditshme, po nuk pate një disiplinë, po nuk pate një rregull, nuk mund të ecësh përpara. Sidomos në brezin në kohën e sotme, që rinia kanë shumë hapësina, kanë shumë mundësina mu marrë me gjithë shka, pra në qoftë se ti përkushtohesh një pune, po s'pate rregull dhe disiplinë, nuk mundesh me ecë përpara. Dhe cili ishte i kodi etikës, kodi rregullit i Luan Zbjanit? Kush mungon një ditë televizion në fund javë nuk do të luajë. Njëra prej Absolutisht, dhe për mendimin tim ka qenë diçka jashtëzakonisht e mirë, sepse thash, në kohën e sotme ta lënë stërvitin sportisti për një datlinje, për me shku një kalçeto, për me shku një mramje ku di gjan vet. Dhe në qoftë se do bëu disiplinë, ishte rregull. Bile e kujtoj që tani që ishte diçka kishte marru java parë, ishim javën e dytë, kishim neshje në Mosogaboshra në Durrës dhe s'po jep me emrin një sportist, nuk vjen në stërvitje ditën e parë, ditën e hane. Kur erdhi ditën e martë, nuk bani ato veprime që u kërkune, e kritikova herën e parë, vazhdoi prap, e kritikova herën e dytë, herën e tretë, doli, bani gjirë rreth fushet dhe ditën e neshjes nuk ashtë fut me lujt. Dhe ai lojtar, si të thash nuk du me dhanë me emra, ai lojtar ka qenë deri në fund kampionatit në lojtarët më të mirë të ekipit. Sepse e mësoj që nuk duhet të tolerosh. Po normal, sepse sikur toleron njëri, toleron tjetrin, atëherë çfarë si bëhet me ekipin, si punohet. Dhe unë të them të drejtën edhe te ekipi i vajzave kam dëshirë dhe e praktikoj, jo ndoshta sepse nuk e kena atë luksin të lajmë edhe vajza pa lujt, sepse ndryshe të vajzat, se një grup vajzash janë, dhe se të djemë tashmë ndryshe, por është për mendimin tim është diçka jashtëzakonshme, nëse do më marr me sport, përkushtoj punës. Sa kohë qëndruat tek Vllaznia në 19? Vetëm një vit. Edhe me njëherë kampion. Me njëherë dol me kampion. Në fund të vitit erdhi Gea Sport dhe në largune si mund si profesor Luanin, pastaj profesor Luanin e çunë te U13, unë najta diku një muj pushim, pra do të thënë gjithë gushin që të them të drejtën më re kampionati kena bë edhe gjithë kurrikun kena bë stëvitje me sportista, me këtë lojtar të menu që do fillohet e shtatori dhe të sportistat ishin gatshëm në largune, thash profesor Luanin e morë afrune te U13, mu me largune kret, në shtator pastaj, prep, Mirë Grima, profesor Miri, më afroj të U17 me Alban Volumin. Alban kishte fillu kampionati, kishin ba neshin e parë kishin humbur në Durrës, në Shkodër me Durrësin 3-0 dhe më afroi profesor Miri te U17 me trajner Alban Volumin, ky një trajner për mendimin tim trajner jashtëzakonisht i mirë, trajner që punote shumë me topin,
Punote në mënyrën taktike, me veprimet, me pasimin, ishte diçka i trajnerëve, do të thënë, ndryshe ndoshta si profesor Luani, nuk e kishte atë disiplinën si e ka profesor Luani, ose përgatitjen fizike, se profesor Luani ka pas edhe këtë anën tjetër që u mundoti me dhënë përgatitje fizike shumë lojtarëve, profesor Albani ishte në një sta tjetër, nuk punote shumë ndoshta me anën fizike, por me anën teknike dhe taktike punote shumë në fushë. Në fakt, ekipet që ka stërvitur dhe drejtuar Alban Vellumi janë shuar për lojë të bukur në fakt. Absolutisht. Tash, në kjo se me profesor Luanin kishim një ekip shumë të përgatitur fizikisht, një ekip që e myqim kundërshtarin me pressing, 90 minuta pressing pa diskutim, me profesor Albanin ekipi punote shumë mirë teknikisht, taktikisht, bate veprime shumë të bukura, bate një lojë të jashtëzakonshme. Dhe edhe aty me U17 në atë vit, dol me nën kampion në rrahi Vlora në finale 1-0. Dhe ky ishte fundi i rrugtimit tënd tek Akademia Vllaznia. Tek Akademia Vllaznis, bilese kujtoj si sot, ka kënë ditë të parë të kurrikut, kur pa e përmeni pak si shumë, por është gjithçka vërtet, sepse profesor Miri më ka ndihmu shumë në rrugtimin tim. Pra më ka ofru dhe jam mundu më ia shpërbly gjithmonë me punë dhe fal aty në gjanëve, aty afrim që më ka bërë profesor Miri mu, sepse ka qenë profesor Miri në momentin që më ka marrë në telefon, ka thënë mundesh më ardh pak deri te stadiumi, se kena dëshirë mu taku bashkë me presidentin e Vllaznisë, femna me Lazar Matin kena dëshirë me pi kafe dhe mu taku. Dhe e kujtoj që kena ardhur aty, bileski kanë edhe ti Gjergj aty në tavolinë, kur kena diskutu muhabetet, edhe më afrune postën e trajnerit. Kërkuat kohë të mendon se tha në fillim të emisionit që pak i dyzuar për për jo, sepse absolutisht puna me meshkujt ndryshon puna me femra. I kam kërku disa ditë presidentit Matia, të them të drejtën, ishte një pozicion që e kisha me frikë, nuk kisha punu asnjëherë me femna, dosha me menu mirë ku po shkoj, jo thjesht do kem sukses, sepse këtë nuk i dim se suksesit vijnë të punu, por të drejtën duhet pyet edhe familje, sepse edhe familja është një mbështetje jashtëzakonshme jona. Dhe mas 2 ditëve pastaj jam taku prap me presidentin Matia, me profesor Mirin, dhe kena ra dakord, kena shtrënguar dorën njëri tjetrit, edhe që atë ditë ka qenë data 7 korrekt i vitit 2015, që unë kam filluar stërvitje. Duket që fiksoni mirë datët. Absolutisht. Sepse është datë e rëndësishme. Nisësh karriera me një ekip të jashtëzakonshëm dhe arrish suksesit që them drejtën as në ëndër nuk shif, nuk i mendon. Morët një ekip kampion, i cili drejtohet deri në atë moment është drejtuar nga profesor Selami Pepa. Ishte e vështirë të punoje me femrat, kontaktet e para me ekipin. Kontaktet e para me ekipin, të them të drejtën, sidomos javën e parë më mirë me thonë, isha direkt në fazë përgatitore. Dhe nuk e kisha javën e parë, isha si në hava. Por kisha, sepse presidenti Matije kishte marrë profesor Samuelin, ato ditë që ishte lagu profesor Selami Pepaj, edhe kishte marrë profesor Samuel Niken për me animu, dhe një të javë që punova me profesor Samuelin, aty, sepse është e vështirë, shkon aty, a komunikimi, janë ngarkesat që mund t'i jepesh, është gjithçka ndryshe si të djemt. Dhe atë javë më ndihmoi profesor Samueli shumë, se do të mësua edhe emrat e sportistëve, pozicionit ku lozin, isha krejt në hava, nuk i disha thjesht njifsha Megin,
Njifsha Esmeraldën, me gjithë Esmeraldën ka kënë përmend ka kënë e vogël, por vetëm Megin Esmeraldën më tepër se Shkodani që e kam pa disa herë të bëhen se vitet e fushë Reshit Rusi, ose Megin nuk njifsha kënd tjetër. Dhe që aty pastaj fillova gradualisht të punu, thash është një merit edhe një nemesë e madhe president Matia, që ka qëndru afër, por i qëndron afër edhe ekipit vazhdimisht. Dhe gradualisht duke punuar diçka një muaj sa fazë përgatitore dhe fill neshit e parë në Champions League. Risha me nosha nga Labeati për pak vite tek Champions League. Atë natë kur para se mu ba neshja parë, kena pas neshjen e parë në Bosnë, në Sarajev, në Bosnjë, po me Sarajeven. Dhe një natë për para, nuk e di kur do të më kënë zonë gjumi, sepse risha të menu këtë që i the ti, 3 vjetë për para, 2 vjetë për para të Labeati, duke bërë se vitë në Rennes, duke bërë se vitje në Njoban, dhe dëvish këto, trajner të Vllaznia në Champions League, mu dukte si anar. Dhe si që the ti kujtoj këta gjana shumë, sepse janë diçka që mesin kujtes, dhe direkt në ishja parë, pat me hume Sarajevin 5-0. Sa filloj loja, një goditje dënimit, një sportiste, një shqiptare e Kosovës, Gjuli Berisha, e kisha caktu të porta aty të shtylla, me harka jo sportiste Sarajevs, largohet kja futet direkt minutën e parë gol. Ku thosha, ku a kuptar për të më thani, ishin disa gjana që të kujtohen, por thash, gradualisht pandena, duke punu, lojtare që kishim aty duke u rrit, sepse litesh për Megin, që sot është 29 vjeqe, 30 ban në tetor, dhe para 10 vjeq, ka kënë 20 vjeqe, 19 vjeqe, pra kanë kënë një brez lojtaresh që ishin të reja, ishin të mira si lojtare, ishin cilësi shumë talentume, po ishin të reja, ishin pa eksperiencën e duhur. Se flitesh në 2015 në neshjen e parë kur kam shkuar në Champions League, ta marrësh pastaj pas 7-8 vjeç, në 2022 ishin, 2021 ishin, 2023 ishin, me disa për një grup lojtaresh, kena arrit kulmin, kena arrit majet. Sepse vjen duke rritur përvoja, të plotsu grupi, duke rrit përvojë lojtar, po allon si trajner duke fituar përvojën e vet. Duhur. Megjithatë starti e that jo i dur, 5-0 neshjen e parë, 5-0 neshjen e dytë pastaj korrigjuat me radhë. Korrigjuat me radhë, biles e kujtoj si tesh që është në Champions League e parë ka marrë për herë të parë një temë karton. Si zakonisht nuk shuhesh për unë primend jam trajner që kërkoj shumë fush, kërkoj disiplinë, ndoshta shumë vajzave le të thonë profe e të shonë zonin shumë se i bertas, sepse kam tonin e atil, por nuk jam trajner që di mundohem u grejc me albitra, me kundërshtu, a vendimi albitrit, nuk kam se bertas, a kuptan ma. Aty kam marrë dhe kartonin e parë të kuq. Të kuq? Të kuq. Në eshin e tretë, ishte një gabim. Arbiona Beraktari, bajnë ishim duke lutër me ekipin turk, Beshiktashin më thak bosha, nuk e di si ka kush ka kenë, dhe bajnë Arbiona një gabim, merë me këthu një top mrapa të portieri, me kry, i ra shumë pak, po thush si që bani ai në neshjen me ai Gjermani që dhe mrejci, neshjen me Realin, që i mori me këthu të mrapa të portieri Langjis Rux, edhe shenën gol, ishim ka kenë minuta e 30 diçka atil, po shkote mirë ekipi, dhe banat gabim Arbiona dhe unë i bi me grusht bankins. Mirë, po aty ishte kenë copë gjami të thyme, por vetëm se vendosun në vendin e vetë, po ishte e thyme. Në momentin që unë i rash kësaj kash bankins, ra gjami, më shef albit e 4, karton të kush direkt jashtë. Për gjamin? Për veprimin që i bana. Unë meta, thosh që bana, kuptan që
Nese, ai ka kënë kartoni I parë në karrierën time sportive. Dhe besoj veti. Absolutisht, bile unë nuk kam marrë as vretje nga atë albiter, me më thonë që ullo ose mylla ose gojë në diçka hiç absolutisht, sepse thash nuk jam person që bërtas ose kundërshtoj albitet, e ka lënë albitet nuk thehet më, kështu që pse duhet. E fillua sezonin 2015-2016 të parin me neshje e Champions Ligës që nuk shkuan ashtu siç duhet, por në kampionat Vllaznia u rikthye të dominonte. Absolutisht. Dhe në fund të atij sezoni keni fituar kupë dhe kampionat të para për ju. Kupë dhe kampionat. Të ardhmen nga Champions Liga, mas pak diçka 20 ditë ka qenë, filloi kampionati dhe neshjen e parë kena zhvillu me Durrësin, ku fitu me 13-0 dhe pastaj në vazhdim gjitha neshjet duke fituar pa diskutim dhe bile unë I vesha një objektiv vetit, unë si person, dhe me thënë paja thana se ekipit që qenoj gola sa më tepër dhe të psoj gola sa më pak. Dhe janë mbyll kampionatin me 1 apo 2 gola të psuara. Absolutisht, 1-2 gola, maksimumi 3 gola kam kapsu ekipi gjatë kampionatit. Dhe në fund të atij sezoni, pra 2015-2016, erdhën 2 trofet e parë për Nikolin Lekën, sepse ju kishit marrë me U19 e Vllaznisë, por si zëvendës trajner. Ndërkohë që tek Vllaznia e femrave, trajneri I parë dhe trofet e para. Kishit emocione? Shumë, tam drejten. Trofeu e parë ka qenë Kupa Europe Leagues, e kena pat me dalë në finale me Kino Studion. Kino Studio ishe ekipi mirë në atë kohë, kishe lojtarët mirë amran dhe kishe emocione. Kishe emocione shumë në neshjen finale, megjithse shkoj ashtu siç deshme na, fitu me 5-0 dhe nuk I lëmë hapësirën e kundërshtarit, por kishe emocione. Dhe ishte diçka jashtëzakonisht e bukur dhe në gjitha trofet që kam fitu, vazhdimi kur shoh foto në shtëpia në këtej, gjanë e parë që shoh është fotoja që kam bën në momentin që kam marrë kupën Europe League për herë të parë, sepse po të më marr kupën Europe League në dimën, në shkurt diçka, pastaj ka qenë kampionati. Dhe aja më duket diçka e para dhe si ko hap rrugën në trofeve tjera. Dhe pastaj titulli kampion, që është trofeu I rëndësishëm edhe pa diskutim atëherë, normal që ka emocione, unë tham gjithmonë që kam fituar 10 titull kampion, kam fituar 8 kupë europlike dhe çdo titull që fitohet, çdo medalje që merret ka emocionet e veta, sepse puna e një viti të përkushtimi, djersa që derdh, në shi, në ftoft, në nxehtë, kështu që për mua gjitha titujt kanë rëndësinë e vet, pa diskutim. E përmendet se bët një pasqyrë të gjithë trofeve, pra 10 titull kampion si askush tjetër në futbollin shqiptar, pavarësisht se kemi të bëjmë me futboll femrash, por numri trofeve është ai që vendos dhe 8 fitore të Kupës Europlikës. Ky është besoj maksimumi për një trajner. Tham drejtën Gjergj, kur të kesh në 10 vite 18 trofe, kisha thënë para 5-16 vjeç që do t'i kesh këto rezultate, do t'i kisha thënë gjithkujt që do mutalla. Por thash është diçka kur I mendon mandena puna, përkushtimi, djersa që ja derdh, sepse mos të harrojmë se janë 10 titull kampion, 8 kupa, po mos harrojmë se janë edhe 5 titull kampion me 17-ën, me moshat, që unë kam qenë protagonisti, se unë I kam bërë se vitje. Duke mos gjetë njërin e duhur ndoshta, përveç kolegut tem Fabio Rexhepi që ka vite që punon me mua, edhe duke mos gjetur njërin e duhur për me afru afër vajzave, se puna me vajzat gjithmonë është pak delikate, është pak me siklet ke mund të afrosh si tek, jo si s'ka, se ka trajner shumë të mirë, ka djem shumë të mirë, ose vajza shumë të mira, por kishim rak, dakord, president Matia, Lazar Matin, që edhe I bashkëve se vite, pra ashtu satisfaksioni edhe aty në 5 kampionateve, që kena fitu mu 17-ën. Pra dhe me thanë është një punë e zakonshme, një punë shumë e lodhshme, por një kënaqësi që s'mund të krahasohet. Kupat dhe titullit kampion në Shqipëri u bënë rutinë, por në fakt ajo për cilën është përmendur shumë Vllaznia e femrave vitet e fundit janë sukseset në Europë. Unë ndoshta do të ndan tek suksesi I parë ka qenë kualifikimi në 32-she
dy vite rresht. Me pas do të gjithë shkodranët me që luajnë ndeshjen në Shkodër, besoj që ai kualifikim dramatik me ALG Sport në stadiumin Lorobriçi, besoj që ka qenë një gjë fantastike. Goli i barektarit në shtesë, penaltit. Ti gjithë të fol, kurse mu ma shumë ishi kokër, për mu knasia e parë, që çdo ta harroj, ka qenë kualifikimi vitin e parë në 82-she. Me Fenerbahçe me penalti. Jo, kena luajtë në Lituani. Dhe kishim në grup ekip irlandez, ekip maltez dhe Gintren. Gintra kishte eliminu Vllaznin 2 vjet përpara me ka qenë Selami Pepa trajner dhe aty kishim Bele kishte pas disa probleme që kishin bërë me hile ekip Vllaznin, se 10 vjet Vllaznia ka pas ekip të mirë. Dhe në ndeshjen e parë me ekipin kampion të Irlandës për 18 minuta gati se kena kalu mesin e fushës. Një presion të jashtëzakonshëm ekipi irlandez. Minutën e 18 na shënon gol. Nga minuta 18 dhe minutën e 45 3-1 për ne. Pra një ndryshim drastik i ekipit. Vajzat ti shifshe vajzat në fushë thu çapaten nga atë 18 minutë që po them na myti me pressing ekipi kundërshtar na kishte ndryrë në port. Një lojë jashtëzakonshme dhe fituam ndeshjen e parë 3-1. Biles ka qenë me kujtohet si tesh ka qenë një moment kur aja portierja ekipit irlandez delte shumë prej portit. Dhe vjen Megi me marrë shishe ujë me pi. Edhe unë si qisha të jap shishen ujë i tha Megit. Megi tham, gjuj për lek se e kil portierin të dalë shumë për para. Edhe si e të shonë edhe zoti, pun 2-3 minuta, sa marrë Megi topin, aja ishe diko gati 6-6 që portierja, Megi prej lërk, pa të më shenu golin e tret, se 2 golat tjerë shenu në një vajzë për një 2 sportistë që kishin marrë nga Amerika, dhe aty hap në rrugën, pastaj në ndeshjen e dytë me ekipin e Malës pat me fitu 1-0, kurse në ndeshjen e fundit me Gintren, ne edhe humja në nxjerrte sepse kishim mbrojt 2 ekipet e para, ajo kishte pikë më pak se na, por gjithsesi aty 1-1 pa të marrë Luqi Egjini pa të fituar penalti që e kthej Megin e gol, dhe aty për mua ka kanë suksesi i parë në Europë. I pari, pastaj i dyti me Ferencvarosh. Pastaj i dyti, jo. I pari ka qenë ky që po thamune, që i shkume në Danimark me që Danimark në arroj 1-0 me penalti këtu dhe 2-0 atje. Pastaj ka qenë vitin e dytë ka qenë me ALG Sportin që i bani Arbiona golin një diçka emocionet të jashtëzakonshme. Emocionet të jashtëzakonshme jo vetëm në lojë, sepse mos të harrojmë Vllaznia kaloi 2 herë në avantazh, 2 herë në barazunë dhe minutën e 70 diçka atill kena luajt me një lojtare më pak që doli Arbenita Curra jashtë me karton të kuq. Shkoi në shtesë, shënoi minutën e 118 shënoi ekipi i ALG-s. Për 3 minutën e 121 ka shenu bile, në minutën e 118 ka shenu ALG-ja, në minutën e 120, po shkull minutën e 120, ka pas një rast prep ALG-ja, që e hoqi, priti e portieri o këthuj topi, e gjujti e hoqi Sara Maliqi, në avija fatale, në atë aksion, kena shenu në minutën e 121, kena shenu na. Përveç të në emocione, mara loja, shkumin penalti, emocione prep të jashtëzakonshme. Penaltin e parë shkon Megi Doçi hum penaltin e parë, që aty kishte besimin më të madh normalisht, që është penaltia vetme që ka hum Megi. Edhe aty penaltin e parë Megi nuk e realizon. Thëm drejtën, si shangjani, as më në kam, as më ul, as pra isha kret, si hupën. Por desh Zoti, fati, kam të lojtarëve dhe kualifikume. Pastaj lutemi Juventusin? Jo, nuk kena lutem Juventusin. Juventus ka qenë 2021-shin, sepse në 2019 kena thashë jena kualifikuar. Në 2020 kishim ndeshjen, ka qenë koha pandemisë, kena
Ka kënë ndeshja me Dinamon e Minskut. Me Minskun. Vi këtu në stadium, jep konferencën për shtyp, pa të me ba edhe këta për Covidin, testet e Covidit, edhe unë duke shku, jep konferencën për shtyp të në stadium, duke shku të hotelit e ekipi, lejmërëm që dole pozitiv. O bura mu këtu i fillë në shpi, për atë diçka, futbolli ka këta, bjen gjithë shatë gjanat bugar, por gjanat që mohen me. Pastaj vitin e 8, në 2021, ishim në Poloni, dhe shorti na kishe caktu, kishe raqen në momentin kur u shorti, na caktu në me 3 skuadra, dhe do të neshte Gintra me ekipin polak, në neshte në parë ishin përshim, pastaj fitusja ty në dyja do neshte me ne. Ferencvaroshi Gintra, Ferencvaroshi me ekipin polak, Ferencvaroshi kishte lojtarë shumë të mirë rëmëran, dhe për 120 minuta 0-0. Alla aty me penalti, kena pas një portiere nga Amerika, portiere shumë e mirë, dhe aty u kualifikume, ishte diçka jashtëzakonshme. Pastaj fill mas Ferencvaroshi më dhënë nesh me Juventusin, që tham të drejtën 1-0 në Shkodër, 2-0 në Itali. Jo, 2-0 në kontra Shkodër, 1-0 në Itali, bile dhe golin në Itali ishte një diçka ma tepër si aksident, ai lloj golit që u bë. Dhe Juventus që duke vënuar lojën. Duke vënuar për 20 e sa minuta Juventusi xerte topat jashtë. Pra, i thosha vajzave, mas ndeshjes i thosha, ju na premendni na eliminu, por mos harroni se keni bën një diçka të jashtëzakonshme që Juventusin ta bani ju, ta ndërni në portë, ta bani Juventusin me nxjerr topin jashtë për me vënu lojën, ju e keni bën. Dhe kam frikë se për shumë vite nuk kam shku ekip Juventus, gjithmonë të ekipet si që ishim na, se kur në ishë Juventus me Leoni me këta pun tjetër, por i thosha vajzave që qa keni arrit ju, se arrit kush. Pastaj ka ardhë viti 2022 qershia mitor, kualifikimi në Maltezi, se kena pas në ishet grupin Maltezi, Allah aty shorti ishi me 3 skuadra, me skuadrën kampionet Malezit dhe skuadrën kampionet e Slovakis. O nësh ekipi Malezi me Slovak, ekipin Slovak, u kualifiku ekipin Slovak, pastaj në finale ishte me ne. Aty kena pas, me qësë vitu me 1-0, kena pas të rastit të jashtëzakonshme. Kena ba një lojë të jashtëzakonshme, dhe në ra munesh, u kualifikume dhe në ra munesh me ekipin e Vorskla Poltava. Në marrëveshje klubi Vllaznia me klubin e Volks, sepse ishin luftë ata dhe nuk mund të zhvilloshin neshjet në Ukrainë. Zhvilluan neshjet të dyja në Shkodër. Kena pa neshje shumë të mira, shumë të bukura, ai goli i Gresa Berish, një gol i jashtëzakonshëm, dhe në atë moment se ne po ishim duke fitu, na barazoi dhe ai gol ishte i jashtëzakonshëm, kështu që ai ka domethënë gjithë shka mund të arri, me gjithë se mosha e me fillon të shi duke marë, duke shku drejt të poshtë, sepse nuk jena ma nështë me asho, por ka kënë viti që zdo të harrojt kur 2022. Dhe Nikoli Leka, përballë emrave, bashkë me Vllaznin, përballë emrave të mëdhenj futbollit evropian dhe botëror, si Real Madrid, Chelsea dhe Paris Saint-Germain. Çfarë menduat në atë moment të shortit? Edhe me pas kur zbritet në fush, në konferencën e shtypit, në sallat e këtyre ekipeve me emër. Në momentin që po hallte shorti, kena orë bashkë me vajzat, edhe kena pa këtu të stadiumi. Edhe kena pa direkt. Qa menut? Qa mund të mendosh, sepse 16 skuadra janë. Në ata 16 skuadra, 4 skuadrat më të dobta në renditje do të ishim në fund. Ishim një vazo, pra dhe me thonë që nuk në bite neve një tjetërin. Si që ishte St. Polteni, Benfica, në musu ka bosh, edhe nuk e di kush ka kënë tjetër. Të gjithë të tjerat janë? Gjithë të tjerat ishin gigantat futbollit evropian. Kuj, për cilin mund është me thonë, kam qef e mëra me këtë, e s'kam qef e mëra me këtë, për cilin. Nuk të bjen Chelsea, do të bite Leoni, do të bite Arsenali, do të bite Bayern, do të bite Wolfsburgo, pra cilat do skuadër në 16, 12 ishin gigantat futbollit evropian. S'mundesh, pra ishe vetë se ka met, do të thënë kisha ndaj vetëm thjesht këtu
të shiku. Në shkollën në Shqipëri ndoshta kanë menduar që Vllaznia i humbi ndeshjet, por në fakt Vllaznia ka fituar shumë, sepse kanë kaluar po bën 4 vite dhe të gjithë e përmendin atë sukses që vështirë të përsëritet më. Absolutisht, thash, është jashtëzakonisht e vështirë të përsëritet më ato vite. Jo, unë si trajner jo, por kanë marrë dhe breza tjerë, trajnerash ose sportistash, nuk e dinë që do bëjnë të ardhmen, inshallah, do Zoti përsëritet edhe vitin që vjen. Por është shumë e vështirë. Është shumë e vështirë sepse herë si Vllazni, si ekip kena pas një brez lojtare që kishin arrit kulmin e pjekunisë. Per post lojtarëve që kishin afruar presidenti Matia, nga lojtarët huaja nga jashtë, por kishim lojtarët e vendit që kishin arrit brezin, ishte domethënë kishin arrit pjekunin, baza kombëtare shqiptare, baza e disa vite rresht e Vllaznia, Megidoçi, Esmeralda Franja, Geresa Berisha, Arbiona Beraktari, Sara Maliqi, Moslam pa përmend në tjetër, mos harroj, pra një grup lojtarësh që kishin arrit në kulmin e pjekunisë si lojtare. Dhe kishim zhvilluar disa vite rresht neshjet e mira në Champions League dhe shkuam deri aty. Sa të them të drejtën, neshjen e parë kena pas me Realin to. Ju e keni pa vetë. Edhe ajo ndeshje historike sepse rreth 5000 tifoz. 5000 tifoza. Edhe me bilet. Me bileta. Pa bilet ndoshta edhe por të sillesh 5000 tifoz në Shqipëri në ndeshje femër, besoj që është një rekord që vështirë do të përsëritet më. Kisha ndaj të shiku stadiumin rreth rrotull. Momente, pa fillu loja gjithmonë kisha ndaj të shiku stadiumin, a thuja mund më. Për mend që kisha kalu disa vite, dhe me thanë Champions Liga në këte, ishim pas tifoz, po jo në të shkallë. Faza grupe ndryshe, knohet himni i Champions League, pra dhe me thanë ishte diçka jashtëzakonshme. Por, thash, kishim një grup lojtarë shumë të pjekuna, por Allon si tanja kishe fituar pjekunin e duhur, sepse ishin kalu disa vite Champions League, pamorisht në faza grupesh, por gjithsesi fiton atë përvojën e duhur. Edhe shumë kush ka menduar pse Vllaznia të mos rivalizoj edhe këto skuadra, por ndoshta harruan që Chelsea ato kishin buxhete 15 milion pound, 10 milion euro apo shifra të jashtëzakonshme, ndërkohë që buxheti i Vllaznisë. Shiko, Gjergj, gjithkush mund të flasin, se është i shprehje popullore gjuha e tulit edhe shkon gjithkund. Edhe gjithkush mund të flasin, por mos të harrojmë që kena shku në grupin në 16 skuadra më të mira me buxhetin e familjes Lazarmatis. Asnjë qindark nuk ka ardhur nga askush. Pra, infrastruktura Shqipni 0. Buxheti vetëm e një person. Kë mund të rivalizosh? Shko te Chelsea, 30 fusha futbollit klubi Chelsea. Shkon Madrid, 30 vetë në staf. 15-20 fusha rreth, kena luajtur stadiumi i vogël në Madrid, 15 fusha rreth rrotull. Delshim fush, unë trajneri, Fabio Lergjepi, trajneri i portierave, dhe kaq. Oliver Matia. Edhe Oli që na ka ndihmu, që është video analist i ekipit dhe më ka ndihmu. Kërkush tjetër. Gjitha punët që do të kryshin, që i kanë stafet a pas stafat klubet e Europës, i kryte vetëm Matilda Matia. Pra gjithë shka në organizim, Matilda. Pra jena shumë larg. Atëherë që këto, do të me menu, thonë, si rivalizohet këj klub? Jemi larg, por jemi dhe afër, sepse kemi luajtur në stadiumin e tyre. Absolutisht, pra, e kena bat pa mujtën. E kena bat pa mujtën. Por kemi marrë edhe ftesë nga një prej skuadrave më të mira të Europës, siç është Lyon, për të luajtur ndeshje miqësore, që ndodh rrallë për të ftuar një skuadër shqiptare. Ti luajtur vitin e kaluar me Interin e Milanos. Të gjitha këto besoj. Atë vit ku kena luajtur me Juventusin, trajner i Juventusit ka kenë nga Australia. Dhe i kena lënë një përshtypje të jashtëzakonshme trajnerit, sa në momentin kur ka marrë ndeshja, ka shtënguar deri ka thënë bravo. Kur luajmë me Juventus që humbi 1-0,
sepse thash më përpara me e bë Juventusi me 3 topin, me 0 topin jashtë, nuk ishte diçka vogël. Dhe ky trajner që ka kënë Juventusi ka shku te Leoni që na bën ftesën ne mandena për me shku me lujt me Leonin. Për Leoni kishte zgjall 3 skuadra për me bën neshje përgatitore para kampionatit vet. Dhe njëra nga Reali nuk e di kush ka kënë tjetër, edhe një ndër 3 skuadra ka kënë Vllaznia. Pra ishte diçka jashtëzakonisht e madhe, për ne është një kënaqësi, një privilegj, diçka jashtëzakonshme se çohet një trajner nga Australia të trajnojnë, të jenë trajneri një ndër klubeve më të mira të Europës dhe kërkojnë me lujt me Vllaznin, pra diçka jashtëzakonshme. mjafton të hysh në dhomën muze, në zyrën muze të ekipit femër të Vllaznisë dhe sheh historinë. Sheh këto flamujt e këtyre skuadrave, sheh foto e këtyre ekipeve kampione dhe besoj që aty ndihesh krenar. Edhe ne që jemi jashtë, por sidomos ju që keni kontributin e jashtëzakonshëm në gjithë këtë sukses e lega. Sa që futem te zyra jon, them drejtën, nuk mbahet me dal sepse çdo flamur ka një kujtim. Kam një kënaqësi pa pame dhe më sjellet kujtesë. Kthehet shiriti mbrapa dhe herë duke pa foto, duke pa flamujt, me ke kena lut, më kthehen gjitha ndeshjet dhe herë me radhë, pra e diçka jashtëzakonshme. Pra, më falë se për të shto, nesër do t'jem trajner, por them drejten, kam që i të regoj një për dhe mesëve të mija për që kam arrit. Pa të shime. Do t'jetë titull kampion. I 11 do të fitohet si vjetë? Normalisht Gjergj, jena duke punu, janë disa skuadra që janë forcu, por ne do të bëjmë pa mujtën që të arrijmë objektivin fitimin e titullit. Ne jena duke punuar shumë për këtë punë. Ka ndonjë disfat të vogël, siç ishte ajo e kupës e Vllaznisë dhe shohim kundërshtarët që gëzojnë jashtëzakonisht shumë për një barazim, për një gol shënuar, ndoshta për një fitore tek tuk që kanë bërë ndaj Vllaznisë. Ka rivalitet apo ndoshta luhet edhe pak në mënyrë sportive nga kundërshtarët e Vllaznisë? Shiko, përveç rivaliteti që është rivaliteti, them drejten, por janë edhe këto, sepse po të marrim ndeshjen me ekipin e Durrësit për kupë, u fol që do luhet në stadium, do t'jenë vari pranishëm aty dhe në momentin e fundit thojnë karashin mbrapa dhe nuk luhet në stadium, edhe do përfundojmë te fusha të aneksi dhe aty bën Elbide Çadeshti. Në shënimin e golave nuk pat faj Elbide, se ata golat e realizune, aty kishim edhe fajet tona, pa diskutim se nuk mund t'ja lajmë fatorim Elbitrit. Por, sepse ishim fajet tona, se në qose na dol me 4 herë, 5 herë, para raport kundërshtare në Durrës, dhe nuk shënume, vjen Durrësi vetëm një herë na bën gol. E njëjta gjë ndodhen në pjesën e dytë. Del para raport lojtarja 3 metër, çan topin nelt, nuk edhe pa portier, jo. Pra, aty ishin edhe fajet tona, pa diskutim, si në ndeshjen e parë, si në ndeshjen e dytë. Por them që allon, por edhe ekipi kena, sepse prej gabimeve edhe mëson njëru. Sigurisht. Edhe kena ato gabime nuk do të përsëriten më. Lega, në këto 10-11 vite gati në krye të Vllaznisë femrave, cili ka qenë momenti më i lumtur për ju? Ai që ndoshta i ndjer më mirë se çdo herë tjetër. Kampionat shqiptar apo kudo? Gjatë këtyre viteve tek cili sukses, tek cila fitore i ndjer më mirë? 2022. Aja është çerçia mitor që nuk gjithçka mund shihet nga kujdesa, ato nuk shihen. Ndeshjen me ekipin Ukraina sto, pastaj pjesëmarrja. Dhe shënimi i golit i Megidoçit në Madrid më radh që ishte diçka jashtëzakonshme. Pra, viti 2022, nëse po ta marrim në formën e një piramidë, ajo është maja. Aja maja. Dhe atë momente vështira keni patur? Pa diskutim që kena pas. Pa diskutim që kena pas. Nosha edhe në kampionatin ton. Një barazim që na pat marr fije atje për shembull. Pra unë them drejtën Gjergj, kam një natyrë, nosha dukem kështu që flas bertas, çoj zonën e kënej, por në një natë para neshjes unë kam shumë problem. Sidomos kur kam neshje me këto ekipet e
vështira, bile lazim thot mu het kapën të emocionit e neshjes. Të them të drejtën, e një. Jeni emocional? Jo, gjatë neshjes jo, por një natë përpara e një. E përjetoj rëndësinë e neshjes. Se gjatë neshjes mandena e suportoj, atë se kupton të fole, të drejtuar, të ashtu mandoj ishte par. Një natë përpara unë e një këtë kur kam neshje me këta ekipit rivale dhe them drejtë përjetoj jo nuk jam i qetë, jo se përjetoj keq, por nuk jam i qetë. Rri duke mendu, duke si po më shkojnë. Pra dhe me thënë, ka pas momente neshje me Fierin, neshje me këta rivale direkta, kuptan se... Cila është lojtare më mirë që keni stërvitur tek Vllaznia gjatë këtyre viteve? Megi Doçi. Çka ka të veçantë? Gjithçka. Duke filluar nga profesionalizmi që ka. Nuk mund të gjesh, jo sot, por nuk e di sa vite mund të kalojnë, mund të dalin lojtarë më të mirë se Megi, se me talente, se futbolli, jeta vazhdon, evolon, pa diskutim. Por lojtarë më profesionaliste se Megi nuk mund të gjesh. Në gjithçka, ajo është një vajzë që thash të futbolli është zorë me gjithë. Si mund ta përkufizoni Lazamatin? Si mund ta përkufizoj? Nuk mund t'i vën një diçka, por numri 1 në Shqipëri për futbollin e femrave. Është një njeri i jashtëzakonshëm, një njeri që është zor me ardh, ashtu si e thash për Megin, atë thamë për Lazin që është zor me ardh Shqipënisë dhe Shkodrës, një njeri kaq i përkushtuar për futbollin. Dhe jo vetëm Lazin, por gjithë familja e tij. Dhe si ka mundësi që Nikolin Leka punon prej 11 vitesh te ky ekip? Çfarë ka bërë Nikolin Leka që i ka bërë për vete për të mos ndryshuar trajner? Se zakonisht në futbollin shqiptar, por edhe jo vetëm në futbollin shqiptar, trajnerët ndrodhen shpesh. Gjergji unë kam bë thjesht punën time, që ka taku me bë. Kam përshtimin që pyetjet më balazhi, se unë nuk mundem me, unë thjesht kam bë punën time, atë sa kam ditë, sepse thash mund të kenë trajner shumë më të mirë se Niku, e s'duan të vjale e punë, por unë thjesht kam bë punën time, me krytullun, me Terezin teme, pa majtas djatas, thjesht punën teme dhe por kjo pyetje do të më balazit, Janikës. Ka diçka ti thot Nikolin Leka familjes ti për orët e mungura, për ditët e mungura në familje? Shiko, kam. Në momentin kur me pyete për kur ka marrë ekipi i femnave, thash ka marrë një 2-3 ditë për me mendu mirë, por me pyet familjen. Dhe normalisht jam bozhli familjes shumë, që nga ai përjetimi që kam unë një natë para neshjeve të vështira, për shembull në këtë që nuk mundohem mos më rënë sy, por gjithsesi nuk jam i qetë dhe për gjithë ta orë që kena kënë larg familjes. Kujtoj një moment para kur kena pas me luajtur me Juventusin, kam pas babin në spital dhe shkosha se vidje, shkosha flasha gjithë natën te baba, visha marrsha vajzat që kishin ato verozat e stinës, mi çuti spitali, vrap me net prep te baba në spital gjithë natën, pra, por në fund të fundit kjo puna jeme, ata kanë pranuar punën time, unë kam shumë mangësi orë që i kam net familjes larg, por besoj që do më kuptojnë. Edhe djali juaj merret me futboll, vazhdon të luaj. Claudio vazhdon të luaj futboll. Ndoshta duke mos arritur nivelet e larta, siç mund të ketë dëshiruar në fillim, por mund të jetë një paralele mes karrierës së djalit që nuk ishte futbollist i nivelet të larta, por për trajner i mirë. E ka dëshirë trajnimin apo është? Presoj, jo, e ka me dëshirë futbollin shumë. Dhe shpresoj, sepse edhe shkollën ka marrë Universitetin e Sporteve dhe dhe me thanë, ka hinja si rrugë, shpresoj që të bëhet dikush i në jetë gjithmonë të futbolli, sepse e shoh se vazhdimisht kur shoh ndeshje me të, e shoh se është një djalë që din me lexu luajën kundërshtoj, din bajak i mirë, dhe me thënë të pjesa e trajningut, dhe shpresoj që të bëhet dikushi.
11 vite tek Vllaznia, 2 vite tek Akademia Vllaznia. Çfarë është ky emër për Nikolaj Leken? Një emër i jashtëzakonshëm. Për mua Vllaznia është fe. Për mua Vllaznia është më kanë të shkuar në kuptimin e fjalës në kishë ose në xhami, ashtu jam edhe kur vjen në stadiumin. Ashtu kur përmend Vllaznia, për mua është diçka e jashtëzakonshme. Unë shoh neshit e Vllaznisë dhe më përshtat e trupi kur bën aty gol ose kur pra diçka e jashtëzakonshme. Për mua Vllaznia është jetë. Dhe i lumtur që emri jot tashmë është pjesë e historisë së këtij klubi? Pa diskutim. Shumë i lumtur dhe shumë krenar dhe shumë i nderuar. Nikolaj Leka, faleminderit që ishin në këtë bisedë. Besoj që kemi kujtuar disa nga momentet, por thatë janë të shumta ato që keni kaluar gjatë gjithë këtyre viteve dhe shpresoj që të përjetoni edhe të tjera emocione në të ardhmen. Gjergji, shumë faleminderit për intervistën, ishte kënaqësi, pa diskutim që më rikujtove futin më ktheve diskut mbrapa, më fut edhe herë në ata ngjarjet që kena kalu, por ishte diçka e jashtëzakonshme që të kujtohen dhe faleminderit shumë për ju. Faleminderit. Të nderuar shikues të Shkodra Sport, ishim në emisionin numër 66 podcastit ton me trajnerin më të suksesshëm në futbollin shkodran dhe jo vetëm, trajnerin e Vllaznisë femror Nikolaj Leken. Do të takohemi sërish në emisionin e ardhshëm. Natën e mirë.